Shikues të nderuar, përshëndetje, flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, sot emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët e mirë, po edhe me mysafirë dhe lidhje direkte. Fokusi edhe së ndonë se nuk fitoj Kosovë, fokusi do t'jetë sërish të kombëtarja e saj, e cila humbi përhandeshjen me Turqinë dhe ëndrat për të shkuar në botëror u shuan, por megjithatë ëndra për kombëtarën e Kosovës vazhdon me shpresë që të paktën një sukses të radhës do ta shënojë për evropianin. Kurse në pjesën e dytë të emisionit frontal do flasim për shqetësimin që kanë qytetarët e Republikës së Kosovës pas një alarmi që ka ndezur Lidhja Demokratike e Kosovës sa i përket pra njësorëve të energjisë elektrike, të cilët sipas këtij subjekti politik nuk janë duke llogaritur rrymen ashtu siç duhet. Për këtë çështje dhe shumë të tjera, në pjesën e dytë të emisionit frontal do flasim me Janina Ymerin, që është deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Do të kemi edhe shumë informacione tjera, por para së gjithashtu titujt kryesor. Pavarësisht humbjes së brendshme, presidenti e nderon me medalje lojtarët e kombëtarës Agim Ademi kërkon stadium të ri. Në Lybenisht e Deçanit përkujtojnë 80 viktimat nga masakrat e para të 27 viteve nga Ati Osmani kërkohet unitet politik. Baboj i një nxënëse në një fshat të Deçanit e ra një të mitur tjetër që kishte konflikt me djalin e tij, arrestohet nga policia. Pak para mesnatës, një burr e hodhi eksploziv në një fitnes, intervenojnë policia dhe zjarrfikësit të shtatë siguron pamjet. Për rrugtimin që kanë pasur deri këtu, kombëtarja e Kosovës është pritur sot nga presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka ndarë medalje për kombëtare. Ata që kishin vëmendjen e krejt Kosovës, tash e sa ditë këtë të mërkur po drejtohen në presidencë. Aty presidentja Vjosa Osmani mirëpriti Dardanët, bashkë me presidentin e Federatës Agim Ademin dhe trajnerin Franco Foda. Ata, shefja e shtetit, i dekoroi me medaljen presidenciale të meritave. Në emër të futbollistëve të Kosovës foli Vedat Muriqi, i cili tha se ishte kreti pa përgatitur për humbjen që pësuan të mërtën brama. Personalisht nuk e kam planifikuar që kemi merru as biletën e kthyer që nuk e kam, kështu që ka qenë një goditje e rëndë për neve, edhe pse besoj që nuk e merituam humbjen. Kemi luftu, kemi bërë çmos për të vëndrën realitet. E Muriqis ishte i vetmi që shfaqi haptazi dëshprimin për disfatën ndaj Turqisë. Futbollistët su deklaruan para mediave, por vet Agim Ademi pati një kërkesë për institucionet. Kanë pas mundësi, kushte mundshme është bo, vetëm në sen që nëna duhet me çdo kusht edhe me një shpejtësi që thonë të dritës së synit është një stadion nacional. E ai gjithashtu e konfirmoi se Franco Foda do të vazhdojë angazhimin me kombëtaren e Kosovës. E tha edhe vet ai, sigurisht si Foda do të vazhdojë për faktin që ne kemi një projekt. Pra në Lybenisht e 5 ishte edhe kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti, i cili nga afër dëgjoi rrëfimet e njërave prej atyre që i kanë mbituar kësaj masakre. Për numër banorëve, llogaritet Lybenisht që masakra më e madhe. Domethënë ka qenë varri më i madh Kosovë. 3 masakra plus banorët e fshatit Buçan janë ekzekutuar këtu edhe fshatit Rashi. Ata lugetërit që vinë, se gjithmonë natër e kanë pas disa krubotat me gjak shqiptar, e kanë festuar natë, kemi gjetë shishe të birrave, të vranë. Edhe kanë marrë të punë, kanë ndërtuar të vinë në shekrinë. Ka gjithë të forë. Emisionin frontale vazhdojmë me informacionet të tjera dhe flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në një fshat të Deçanit, atje ku baboj i një nxënësi, pra në një fshat të kësaj komune, e ka rarë një të mitur tjetër që kishte konflikt me djalin e tij. Policia ka intervenuar dhe ka arrestuar të dyshuarin.
Një fjalosje mes dy të miturve ishte piknisja e një krimi që do të kryej rreth një muaj pas. Një 11 vjeçar u sulmua nga një burr në hapësirën që do duhej të ishte strehe sigurt për të. Ngjarja ndodhi në oborrin e shkollës Syl Alaj në Drenoc të Deçanit, ku i dyshuari sulmoi të miturin që kishte kohë më parë probleme me djalin e tij. Se si nisi incidenti, sqaroi për emisionin Kosova Live në T7 babai i të miturit Astrit Alaj. Të shku djalin në shkollë, ajo dalë, i ka dalë pa shku të shkolla herë, edhe i ka rashu plaka, boksa, edhe ka shti me zërt në kerë, zhrak. Kur e ka shti mran, në kerë të i piskat, kur e ka qit, e ka qu të shkolla, edhe e ka qit për shkolla, edhe të dera shkollë se ka kap kamerat të e rrejt. E ka da mësusi. Për krejt këtë rast rëndaj të miturit si dëshmi do të shfrytëzohen edhe pamjet që posedon shkolla. Menaxhmenti i këtij institucioni konfirmoi se i dyshuari është prind i një prindzanësve. Por ky personi nuk ka ardhur të konsultohet fare me neve dhe na nuk e kemi asnjë informacion për çfarë nevoje ka pas ai që të shtrojë një dhunë të tillë ndaj një nxënësi që pa u konsultuar me neve. I dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë, ndërsa me rastin po merren prokuroria themelore në Pej. Urdhën të prokurorit të shtetit është ndaluar për 48 orë dhe njëkohësisht është iniciuar rast penal ndaj tij për veprën penale lëndimi letërpor. I mituri pas trajtimit mjekësor ka vazhduar procesin mësimor nga dita e martë. Flasim tash për një mitur tjetër, pra që është nga Vlora e Shqipërisë, i cili pra ka marrë një vetur, ndonë se ka qenë dhe është në moshën 14 vjeçare. I njëjti ka vozitur madje edhe në përpjekje të policisë për ta kapur atë, ai është larguar duke goditur edhe automatet e policisë dhe duke lënduar 2 persona. Lëvizjet e veturave janë të shpeshta edhe natën. Por një automjet që po qarkullonte në Vlorë mbrëmjen e së martës shkaktoi incidente në komunikacion. Vetura që po drejtohej nga një 14 vjeçar s'u ndalua as me urdhrin e policisë. E pavarësisht se zyrtarët po e ndiqnin nga pas, as atëherë i mituri nuk ndaloi. Madje sipas policisë së shtetit, ky ka goditur 2 vetura të policisë, duke dhënë të lënduar 2 zyrtar policor. Për këta u ofrua trajtim në vendin e ngjarjes. As pas këtyre veprimeve, i dyshuari që ishte në shoqërimin e ponjët të mituri, s'u dorëzua para organeve të rendit. Siç raportojnë mediat në Shqipëri, ai shkoi në banesën e tij, ndërsa më pas u dorëzua në komisariat. Nga policia njoftuan se po hetojnë rastin gjerë në zbardhjen e detajeve të tij, ndërsa gjetën edhe mjetin që i mituri po drejtonte kur kreu veprën penale në lagjen partizane. Një vepër penale dyshohet se ka kryer edhe një qytetar këtu në Prishtinë, mirë po i njëjti është ende në kërkim të policisë së Kosovës. Ai parames natës ka hedhur eksploziv në një fitnes, ndërkohë kanë intervenuar zjarrfekset për ta shuar zjarrin, kurse policia janë në kërkim të dyshuarit. Ndeshja mes Kosovës e Turqisë një natë më parë mbushi lokalet plot. Por përderisa të tjerët shkuan për pije e ushqim, dikush vizitoi një qendër fitnesi në rrugën Fare Fazliu në Prishtinë, jo për të ushtruar, por për t'ia vënë flakën. E në pamjet e siguruara nga T7, shihet se i dyshuari që nuk arriti të depërtoi brenda objektit të biznesit, eksplozivin e hodhi nga jashtë. E më pas u largua nga vendi i ngjarjes. Aty me njëherë u paraqitën zjarrfeksit e Kosovës, të cilët shuan zjarrin pa u shënuar shumë dëme materiale. Mram do të thotë rreth orës 23:30 brigada profesionale zjarrfekse ka pranuar një lajm se bëhet fjalë për një zjarr në një lokal, do të thotë në rrugën afër shkollës Asim Vokshi, Fare Fazliu rruga. Ekipet e zjarrfeksit më kanë dalë në vendin e ngjarjes, aty do të thotë kanë vrejt, kanë hasë një zjarr do të thotë te ky objekt që ka qenë klub i fitnessit, kishte filluar, si që më thanë, do të të ekipet që kanë qenë kujdestare, në një para dhomë ose të dera ka filluar dhe zjarrfeksit kanë intervenu me kohë, do të të zjarri ka qenë fazën fillestare, është fikë zjarri, diçka tjetër nuk ka pas më shumë madhe se në problem tjetër.
e pronari që nuk deshi të deklarohet para medjave, këtë mërkur tha se ka një të dyshuar për këtë rast. Donë se sipas tij nuk patën konflikte, shkak thot se është xhelozia. Për rastin që ky e mori vesh nga kalimtarët, njoftohej edhe policia e Kosovës, të cilët thanë se rasti mbetet nën hetime. Këtë mërkur, puna në këtë qendër fitnesi vazhdoi si zakonisht. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, përmes një letri ka kërkuar presidentës Vjosa Osmani që të procedojë me emërimin e antarit të dytë të PDK-s në KQZ. Hamza ka shkruar në letër se pas vendimit të kushtetuesës konfirmohet se përfaqësimi i PDK-s në dy antar të KQZ-s është drejt kushtetuese dhe jo as pak i interpretimit politik. Sipas tij, mosveprimi në këtë fazë do të përbënte shkelje të rendit kushtetues dhe do të krijonte precedent të rrezikshëm për funksionimin demokratik të institucioneve të vendit. Ai i bëri thirrje presidentës Osmani që të veprojë në përputhje me kushtetutën dhe vendimin e gjykatës kushtetuese, duke garantuar respektimin e të drejtave të subjekteve politike dhe integritetin e KQZ-s, thuhet në njoftimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Presidentës së Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ka mbetur vetëm edhe 3 ditë për të qëndruar në postin e presidentit për mandatin e dytë. Ndërkohë ende nuk di se kush do të jetë presidenti i jashtëm i Republikës së Kosovës, këtë nuk e din as lëvizja vetëvendosje, e cila ka deklaruar se nuk i kanë votat për president. Pas nesër, në kuadër të asaj seance janë parapar pikat e rregullta, në këtë rast janë do marrëveshje ndërkombëtare, të cilët tashmë ne duhet t'i votojmë si Kuvend i Kosovës. Sa i përket çështjes së presidentit, natyrisht kjo çështje mbetet ende e hapur, si vetëvendosje, po e themi edhe një herë. Ne kemi vullnetin dhe gatishmërinë që gjejmë një kompromis sa i përket kësaj çështje, sepse rezultati nga zgjedhjet e fundit neve na ka dhënë mundësinë që me kry konstituimin e kuvendit dhe qeverisë, mirë po jo për ta zgjedhur vetë. Pra, çka po duhet të them është se ne jemi të detyruar ulemi diskutu me partitë opozitare, të cilat fatkeqësisht për arsye të tyre po e mbajnë peng çështjen e zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Besi mendë me zhvillime në Kuvendin e Kosovës, atje ku sot është janë mbledhur shumë komisione, mesin e tyre edhe Komisioni për Buxhet dhe Financa, ku deputetët, antarët e këtij komisioni kanë miratuar 2 projekt ligje, mirë po nuk e kanë votuar dhe nuk e kanë shtyrë përpara një propozim të lidhjes demokratike të Kosovës sa i përket shtrejtimit të naftës dhe të energjisë elektrike. Vendimi i kushtetuesës ia mundsoi takimet për herë të dytë. Këtë mërkur nga Komisioni Parlamentar për Buxhet u shqyrtuan 2 projekt ligje me rëndësi, njëri nga ta për marrje të kredit nga një mekanizëm ndërkombëtar. Por opozitarët duan që në këtë mbledhje të shtohen 3 pika tjera të diskutimit, përfshirë atë për pagën e 13 dhe çmimet e derivateve të naftës. Kjo nuk u mor parasysh nga kreu i komisionit që i takon vetëvendosjes. Mirëkuptimin tuaj nuk po i hedhim fare në votim, për shkak se besoj të premten pas nesër do të jetë mundësia që të merrni përgjigje jo vetëm nga Ministri i Financa, por edhe nga Kryeministri dhe nga gjithë dikasterët tjerë që përmendet ju në kërkesat që keni për këtë rendite. Besian Mustafa insistoi që propozimi i tij të votohet. Të desha pasi kemi thashtë dhe njëherë prezencën e ministrit, ta shfrytëzojmë që ta kemi një raport nga menaxheri i buxhetit, nga menaxheri i kuletës shtetit, që të kemi një raportim se çka po ndodh, pra nga ana buxhetore. Në votim, propozimi u hodh poshtë sepse pati veç 3 vota për. Më pas mbledhjes u bashkua edhe Ministri i Financave Hekuran Murati. Ai prezantoi projektigjen për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin e zhvillimit të sektorit financiar të Kosovës. Kjo marrëveshje është negociuar dhe finalizuar në kuadër të përpjekjeve të qeverisë Kosovës për të forcuar stabilitetin financiar në Kosovë. Marrëveshja parashën mbështetje financiare për një sër institucionesh dhe reformash të ndryshme sa i përket sektorit financiar. Kjo kredi u kundërshtua nga nënkryetari i komisionit nga Partia Demokratike e Kosovës Kujtim Gashi. Ne mendojmë që nuk ka nevojë Kosova ta merrë një borxh të tillë, një kredi për një asistencë teknike, në cilën ne jemi të bindur që kjo mund të mbolohet nga vetë jo, domethënë nga ministria, për shkak se buxheti i Republikës së Kosovës e mundson një gjë të tillë.
Megjithatë, aprovimi u dha. Gati për votim kolegë deputet, kush është për? Me 9 vota për, asnjë kundër dhe një abstenim nga Komisioni për Buxhet është miratuar edhe shqyrtimi i projektigjit për ratifikimin e marrjes së kredisë ndërmjet Kosovës dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim për programin e kredisë të bazuar në politika. Kjo është një marrëveshje në shumë prej 80 milion, ngjashëm siç është edhe marrëveshja tjetër me KfW, pra janë dy marrëveshje me nga 80 milion euro. Besim ende tek deputetët e Kuvendit të Kosovës, të cilët janë kthyer punës tashmë kur dhe Gjykata Kushtetuese ka vendosur dhe pezullimi për Kuvendin e Kosovës e punën e tij më nuk funksionon. Ndërkohë, Ferhat Shalet, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se palë e kënaqur nga vendimi i kushtetuesës është qeveria. Pala është e kënaqur sepse kjo e ka legjitimu politikën e tyre në dëm të bizneseve dhe në dëm të realisht transparencës dhe metodologjisë së punës në hapjen e tregut. Sigurisht ne jemi pjesë e proceseve politike dhe do të shohim veprimet e përgjithshme se si do të rrjedhë situata dhe mbi të gjitha për ne është tepër me interes që sektori energjetik i vendit të kaloj në normalitet, sektori energjetik i vendit të kaloj në atë që do duhet të jetë, sidomos zërrejat të jetë e pavarur, e cila fatkeqësisht dhe mjerisht për vendin dhe ekonominë tashmë ka kaluar në aset direkt të politikës ditore të qeverisë Kurti. Flasim tash për njësoret e energjisë elektrike për të cilet ka alarmuar Lidhja Demokratike e Kosovës duke konsideruar sipas këtij subjekti politik se këta njësor nuk janë duke matur rrymën siç duhet. Për këtë arsye sot është krijuar një ekip i veçantë nga Ministria e Tregtisë, të cilët kanë dalë në terren dhe kanë parë nëse këta njësor janë duke llogaritur rrymën siç duhet, mirë po gjatë vëzhgimit që kanë bërë, ata e kanë parë se një gjë e tillë vërtet ekziston. Pra njësoret nuk e llogarisin rrymën siç duhet. Ora e saktë është 12 e ditës, por në këta njësor paraqitës si 16:30 e pasditës. Në disa të tjerë madje shfaqet edhe më vonë në 23. Kjo është e dëshmi se këto pajisje teknike nuk funksionojnë siç duhet. Këtë e konstatuan inspektorët e Ministrisë së Tregtisë. Ekip ky i themeluar ekskluzivisht për këtë çështje. Të dhënat që i morën në një ndërtesë banimi në Lakrishte i shkruanin në një raport. Kur këta kryen punë, radha ju e erdhi punëtorëve të Kecsit, që i zëvendësuan aty për aty njësorët. Krejt këtë angazhim e mirëpritën banorët. Ata pas kamerës paralajmëruan padinë ndaj Kec për siç thanë manipulim të njësorëve. Zyrtari përgjegjës në Kec për këto pajisje në një konferencë pasdite e pranoi se në to mund të ketë devijime. Gjithmonë flasim për një devijim të lejuar të njësorit plus minus 0.5 sekonda. Kjo normalisht varet prej temperaturës edhe prej kohës gjatës së njësorit. Sa më gjatë që njësori është në terren, çaq më shumë ka me pasur devijim të kohës normal. Megjithatë, ata insistojnë se matja bëhet e saktë. Fillimisht na lejoni të ju sigurojmë që të gjithë njësorët e vendosur nga Kec e bëjnë matjen e energjisë elektrike me saktësi dhe ky është elementi kyç për çdo faturim dhe nuk është vënë asnjëherë në dyshim. Po ashtu të gjithë njësorët janë në përputhje me standardet më të larta evropiane dhe akteve ligjore dhe nënligjore të Republikës së Kosovës. Dallaveraj shton se këto probleme shpesh mund të përfitojnë qytetarët. Edhe në këtë rast kur po flasim për këtë çështje që është ngritur, ju sigurojmë që Kec gjithmonë ka vepruar në mënyrë të njëjtë dhe konsistente në të gjitha rastet e paraqitura edhe më herët, sepse nuk është që kjo gjë doli tani dhe po ndërmerren masa vetëm pas lajmeve të fundit, por rastet e izoluara ka pasur edhe më herët. Në këto raste, masat janë ndërmarrë si me kërkesë të konsumatorëve, ashtu edhe në mënyrë proaktive nga vetë kompania. Pavarësisht ngritjes së këtij shqetësimi që sipas njohësve i dëmton konsumatorët, Kec vazhdoi me thirrjen që qytetarët ta shfrytëzojnë energjinë elektrike nga ora 22 deri në ora 7 e mëngjesit. Ndërkohë para pak çastesh ka ardhur edhe një komunikat nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Pra në këtë komunikat për media bëhet të ditur se njësorët që janë vërejtur pra mospërputhjet të kohës janë tërhequr nga funksioni dhe janë sjell për verifikim në Agjencinë e Meteorologjisë së Kosovës.
Rezultatet e verifikimit të njësorëve të parë pritet të dalin së shpejti dhe opinioni publik do të njoftohet me kohë, thuhet Mesjerash në këtë komunikat. Për të diskutuar për njësorët të energjisë elektrike, për rrymën, për shtrejtimin e saj, për shtrejtimin edhe të naftës dhe produkteve tjera, për të biseduar dhe për punën në Kuvendin e Kosovës dhe shumë çka tjetër, me mua në studio është deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Janina Ymeri. Janin, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Kam pasur një herë në emision kur ke qenë në garë për asambleje. Po, sakt. Edhe më kujtu musina, a? Nuk cilli fat po më duket prezencën. Po si dita sham sjellja, nuk më sjelli se e çaj i ka priu në u bë dhe deputete, kështu s'po di. Po le të jetë fat, nuk e bë asambliste, po e bë deputete e. Po, nuk i dihet fatash, do mendoj që fat. Çdo sfidë që e kena çdo humbi o fat. Por po më duket fat i keq është për këta që merren me rrymë, për kecën, për. Po, për këta po. Po se ti po i ngacmon shumë. Jo, valla nuk i ngacmoj, po veç po kërkoj çka duhet më kështu. Çka po kërkon për ty ne? Po janë kërkesa për çasjen dokumenta publike, sipas ligjit për çasjen dokumenta publike. Unë kërkoj dokumenta që me bëm i zbulu këta dalin veç ma keq. Sa ka dhe ma keq se sa pidima? Ka dhe ma keq se sa që dihet. Po kjo do të më bo me dokumenta publike. E para është se sa po bëhet, sa po merret thëngjilli, kërkesa e parë që i ka shku kekut, lidhje me mije. Unë e di që kam probleme me thëngjill. Po fakti që po mi vënojnë informatat është edhe ma keq. Se jam të kërku edhe si po shitet thëngjilli. Pra një shka që është një pasunie jona, do të me ditë edhe jone, po në përgjithësi si deputete, do të me pas publike se çush është të ushit, kush pe blen, në çfarë baza po shitet, a është tender me negociata që i bojnë gjithë. Do me thonë, këto janë informata me cilën ata mujnë mu pasunu, po nuk po du me ndërtuat narrativ, unë e po marrë informata sa ata po pasunu, nuk është ke ideja. E qëllimi është që pasunit e shtetit me u raportu, edhe me u raportu, çka është dallimi këtër, është që një deputet merret ekskluzivisht me çështjen e rrymës. Kjo është ekskluzive që Lidhja Demokratike e Kosovës e ka, si me thonë, e ka ushqy, edhe ka rritë që temë me anë të një deputeti në këtë rast në grup parlamentar. Pra, dita jam nuk është veç me rrymë, se komponi koment, tha o bo, tha kjo qika, tha se e se nëzonë si që e dhe veç more, në dhe si me në more. Po, se komentet që të më shti me kesh edhe në pëlqenjë. Po, nuk është veç rryma, po... Nuk ka veç more, po i ka dhe shumë qëtë. Për shkak që është një ndër çështjet më të rëndësishme. E dojnë na prejkë se cilën pej neve. Edhe se cilin. Unë mendoj gjithashtu që është hajnia më e madhe që e ka po historia Kosovës ndonjëherë. E pas luftës. Kështu që për mu, adin që kur ajo farë minjera, çdo ditë ka pak me qelë, është në rregull. Kërkesa e parë është për mihje, për thëngjell, është pasuni kombëtare. Kërkesa e dytë është ajo ka vazhdu licenca e Vukamovicit. Është për mos me zgjatë temën e tij, është veç lidhja me mafinë energjetike, jo ai si person. Edhe treta është kontrata KEC, ose privatizimit me Ministrinë e Ekonomisë, nga Ministria e Ekonomisë. Po bo një javë, nesër njëna ndërgohet, tjetra ndërgohet mas nesër në Agjencionin për informim dhe privatësi. Po. Do me thonë ligjerisht që na sti kanë kthy brenda fatit që kërkohet. Gjithashtu, du me bo ekskluzive ditën në këtë emision, në të premtën është në raportim zëroja. Do me thonë, halo pa u mbledh mirë komisioni me anë të nënshkrimeve deputetëve të opozitës, gjë për cilën i falenderoj, megjithëse edhe për ata është e njëjtë kauza e rrymës është e përbashkët. Është e njëjta kauzë për gjithë. Pra keni thirrë në komision raportim zërojen? Po, zërojen e kemi thirrë, mas pari e kemi thirrë, është mbledhje jashtëzakonshme edhe është raportim. Të dyat i kemi thirrë me një mbledhje, në bazë të rregullave që më janë komentuar edhe nga komisioni, për këtë okon për mos me hub meritën edhe punën, Besnik Tahiri prej AK-s, Ferhat Shala, për PDK-s, Orani Ismaili, për PDK-s, edhe unë, me 4 nënshkrime e kemi thirrë. Jo, ata janë pushteti, ata dhe kontratat e... Kjo është pushteti, po flasëm për një problem që po ballafaqohen qytetarët e Republikës Kosovës. Dëgja, puna e rrymës nuk është kur gjë që këta nuk kanë mundësi me bo, nuk është kur gjë që këta nuk kanë pas mundësi ose që është forcë mbi madhore. Çështja e rrymës, gjitha pengesat që i kena, është agjendë partijake e vetëvendosjes.
Çdo lëvizje që e bojna në transparencë, ka më na rikthy bumerang. Kontratat e shitbjerje si kom lyp herës kalume, i kom kërku, nuk kom është ec si pyetje, për shkak që me sa e di zotit Auland Kelmendi, ke i pari, që tha na dohet kohë, çka dohet kohë për kontratat e shitbjerjes. E pse konsideroni që nuk merrni përgjigje, mohon shef këtu, pse mohon? So ma shumë transparencë, so ma pak transparencë, as ma shumë vend për hajni. E vend për kesh përdorem, vend për më na varfru. Kush po vjedh? Nuk e di sakt, veç për që po vjedhet jo me sigurt. Ka kjo siguri që po? Nuk ka mundësi teknike na me arsh tash në rritjen e 4 të rrymës elektrike, pa u keq përdor tër ky sektor. Nuk ka mundësi, rryma nuk hupët, është energjia, nuk hupët. Nuk ka mundësi mu hup, veç me fluturu. Ajo është kam prej një venin tjetër. Fakti që na si na të mujt me importu, që neves na kanë organizu importin, që prodhimi nuk e kena duhën, dhe me thonë nuk e kena në suaza normale, mas 26 vjetë. Për shembull, edhe në raport, këtu e kam raportin e Sekretariatit Energjisë në Vjenë, edhe ata kanë mangësi për neve. Thot, e gjithë tregtia, thot, është bo me kontrata bilaterale, e gjithë tregtia është ose me kontrata bilaterale, ose me treg ditor në avans, që mundna na me po, ose me treg intraditor. Veç as 12%, do me thonë 100%, as 12% thot nuk jam bo me treg intraditor, me bursa për shembull. Pjesa tjetër, normal i bje me shku me treg, ose shumica, me kontrata bilaterale. Pra na e na bo gazi botës me këta. Tjetra është, thot, tregu nuk ka likuiditet, pra nuk ka rrjedhshmëri, s'ka pare shkurt, kur keku gjithrymën ja jep kecit. Kena mira, jo mira, po s'po thëm një 10 ankesa që këta janë anku për neve. Që prokurimi, pra kjo tenderosja e disaj sektori, nuk është në rregull. E thojnë austriakët? Po, është, do me thonë, jo bosat, po ma të meqme të kësoj pune. Ta shekëm këtu me veti raportin, edhe prej gjitha, veç po du me tregu, prej gjitha detyrimeve ose prej gjitha qëllimeve që i kam pas, tregu dhe integrimi 46% është mbush, prej 100%-ve, dekarbonizimi 46%, siguria në energji 40%, me përmirësu ambientin 40%. Do me thonë na as gjysë nuk jena, është jena shumë keq. Edhe performanca e autoriteteve është me sa e digja zhët e diqka, po këta nuk e din që këtë autoritetet në këtë mes janë të kapta, kështu që e kanë shkru se se kanë ditë këtë pjesë. Për ndryshe, gjithashtu është konfirmu më dhe në raportit që është një hetim për nga zërëja, për shkak të rregullave remet, që janë rregullat e lojës në tregti, e që ankesë kena dërgu më harat, e kom dërgu edhe, po më je mirë që ka ecë kjo punë. Edhe çka jam krenar është që mas 5 vjetë Kosova ka rrugë tregtare, vetat ma në fund, po i ka pak. Do me thonë me na vyt rrugë shumë s'kena ka me marrë, do të me ble. Po, shumë e shpresë që me kohë ka mu dekonspiru këtë kjo punë. Gjatë bisedës po flet për vjedhje, bile tha që është vjedhja me madhe që ka ndodhur gjatë luftës, do më po flet për një vjedhje shumë të madhe, ndërkohë po thu me çika lehtësi. Pra, që ka që letë vidhët në këtë fushën e energjisë, sa që e kontrollat dikush, ose kush do të me kontrollu që mos më ndodhë që ke vidhja? Nëse ka aparat shtetnur, s'ka kush e kontrollan, nëse kush nuk vje me të qyë qysh për e bënd të qysh për e prodhon rrymën, nëse ka aparat shtetnor. Tash ka aparat shtetnor. Dhe me thonë e ecë me këtë institucionet e veta, kompanit publike që i ka e tjera. Edhe tash kek, zërej, kesko, këto janë mosha për me marrë importin. Ndorë të kujt janë qëto moshat? Po moshat zërejs janë që janë moshat pushtetit. Kesko, nuk ka logari. Janin kush po i merë parët, po më ndërësa. Parët njënë, ki vish një rast, dhe i tash është Nagib Krasniqi, po ka dhe shumë tjerë që nashta nuk ju përfundojnë të ata, po ata ka në nëshkru. Pra është aparat shtetnor, është organizim partijak, imbosht në institucione, kompani publike, e që e ecë komplet sektorin energjetik, ki tregtien, ki prodhimin, edhe ki distribuimin. Tash, edhe një në ankesat për shembull që është të qysh me mbulu humbjen e kecit, pse na me mbulu me kek humbjen e kecit? Shtrot pyetja pse? Se qatë ko, thojnë, s'ka rrym, e lojnë humbjen edhe marrin importin. Shumë është e thjeshtë.
kur e ki aparatën shtetënor. Kur është agent partijake është shumë e lehtë. Çdo herë, në çdo pushtetet populiste edhe kur ja kanë nisë me vjedh, është shumë e lehtë se sa e kishim menduar na. Apo na furnizon Serbia hala me rrymë? Tash fizikisht na me Serbinë na nda në vitin 2020. Veç po du me tregu qëtë pjesë. Kena marrë pavarësinë energjetike. Fizikisht rryma vjep i Serbisë, është konë edhe në raporte mo dhe këtë tjera, rrugë tregtare, dhe më thonë komerciale, më anë të Serbisë nuk i kemi pas deri tash. Pjesa tjetër, çka është për rrymën e Serbisë, na hina në bursë, se s'kemi rrymë. As Shqipnia nuk ka rrymë gjithë, bile s'ka zona, ka kona që s'ka heq. Macedonia s'ka rrymë, Malizi, këto jam nxjerrin vetin. Rrymë ku ka, po jo çdo herë, ka Serbia, ka Bosna, kjo Republika Srpska në Bosna. Po ata kanë. Ata kanë. Do me thonë. Ka Serbia kanë edhe ata. Ka Serbia kanë edhe ata, po jo, edhe kanë edhe me centrale që i kanë. Edhe me centrale që i kanë. Tash, rryma për i Serbisë, nëse ti mund është me mani rrymë për i Serbisë, ma shetë mu rrugën tregtare, ma shetë edhe rrymën. Edhe rryma shkruan që e ka pru Janina. Tash. Na e kemi shtru këto në perspektiv teknike. Se këto e në dokumenta dhe interne, gjithashtu sepse në rrugë tregtare shkruan që Janina e ka pru rrymën. Katani, nuk dihet që për shembull jeni konë ju që e keni shi, po tani në raporte është po, prej ka vjen rryma. Definitivisht në grafik që publikoj ke vetëvendosja pas asaj... Ato janë kontratat komerciale. E qëtë ke Serbinë që tu ka funi pak, dhe më thonë, edhe kur e qëtë ke grafikën të cilën ata e kanë bota, ashtu nuk e di zë është të saktëve grafik, pra na për Serbisë shumë pas marë ma herët rrymë ma shumë se sa tash shumë pak që ato në grafikën fund. E kemi demantuat grafik, ajo është grafika ku shkon veni i entitetit biznesit. Tas marëm na rrymë për Danimarkës. Se Danimarka thot që unë s'kom dhonë rrymë. Nuk marëm rrymë për Sloveni, se Slovenia thot që unë s'kom dhonë rrymë. Pra, është entiteti i biznesit, e që o gjen, edhe është një biznes tjetër danske, me sa e di. Po nuk do me thonë që e marrin rrymën për Danimarkës e deri në Kosovë, ose edhe Slovenia, në eksportin e vetë nuk thot që ka eksportu rrymë në Kosovës. E shet në treg edhe tregut, për që ata s'merët vesh puna e tregut. Nuk do me thonë që e ke pru rrymën prej Danimarkës, se visa kime pagu shtet me shtet kofi, është rritet rryma shumë, çmimi energjisë elektrike. Këtë nevojt madhe për me blerë rrymë, sepse na kena mësuar në libra geografisë, nuk e di çfarë gjenerozë e te. Na të dësh, se mirë që e bone që të pytje se këshin shkrua aty, Janina i meri musha, Janina i meri age, e sot le ta morin vesh, jam na të dësh. Verema, se nuk e di, a ke mësutin ato libra, po na mësojshëm për shembull që Kosova ka një pasurit jashtëzakonshme, pra të thëngjillit, më pas Albin Kurti ka thonë vetë që na flenë në thëngjill dhe na nuk kena nevojë me bli. Pse kjo nevojë me bli të flenë në thëngjill? Po dhe thëngjille. Bile ka në vjersh, nuk e di, a e ke mësuti vjershën për obliqin? Jo. Ti e gjenerat, për me gjenerat e rej. Jo, dhe rej, qatë jam po okej. Qatë asë se kom mësu. Edhe thëngjilli, edhe dheu, edhe qëtë uj për shemë më morë që të godë do të më mënu pak. Do, ta s'dojnë më mënu. Importi është gjeja ma e litë që mundet më bo, dhe ato bot në kores po. Edhe është komplet transakcion financiar. Do më thonë, elshan kontratën, vjen se në atelat i kena pas mati. është pare madhe, është mund zero. Edhe pra ato thëngjilli, edhe në raporte që janë të po, publike dhe me thonë, është në rënje, se nuk nëzirët pikë për skëllëti. Plus asoj thëngjilli është ka gjapun, edhe tjetra, mirë që e bone që të pytje, i ka ndale dhe licencat për hullumtim në minjera. Ka performancë jashtë zakonisht keqe komisioni panvarë për minjera dhe minerale, KPMM. Kjo o konë në, si me thonë, e ka po dhe oda britanike këtë punë. Për ata tash po të na bo gazi botës me këtë qeveri, se sa do mi pas votat, nuk është edhe zhvillimi qysh po thuhet se është. Deri më tash. Ndërkohë po pritet të më shtrejtua petë rryma, për kondër të një problemi që i... Era 4, se unë e një kur është shtrejtu edhe me tarifa, kjo është era 4. Era 4. Se edhe me tarifa është shtrejtu. Veç janë ndo tarifat. Dhe më dhona, veç po flosën për shtrejtim mas shtrejtimi. Po, edhe kum gjithashtu është dhonë edhe një këshill që du të më umbo me legjë se kujt i vinë rryma mu subvencionu,
tash nuk po bëhet kjo, po jepen para për familjet cënushme. Unë nuk jam kundër kësaj. Megjithatë kjo edhe po shfrytëzohet që familjet e cënushme si me thonë, subvencionojmë, edhe rryma nuk po ndikan, nëse ndikan të këta tjerë këta kanë. Kjo nuk guxon me shku me praktika ndërkombëtare kësaj. Caktohet sakt, jo me anë të familjeve të cënushme. Kush ka nevojë për energji elektrike? Mundna me pasë nashta edhe më shumë se kaq, nuk i dihet. Pra kjo po shfrytëzohet një ashtu si shumë skema tjera për me pas paqe sociale. Dhe sikur mos mjafton të ky është drejtimi i energjisë elektrike të problemet që i përmendet ti, vim në moment që alarmon Lidhja Demokratike e Kosovës për njësort, të cilët nuk po llogarisht kanë rrymë siç duhet. Kjo ka qenë projekt, si me thonë ulëmtimi Visar Azemit, kolegut në LDK. Me njësor, po është tash e kanë shpërndo në do farë ekipese dhe jam në ngjarje. Po çështu të bën private kur shteti nuk funksionon, se kjo është dashur monal me njëherë. Po kjo ju përshtatet edhe pushtetit edhe kecit me mbyll sa më shpejt këtë çështje, po që sigurisht nuk do të mbyllet. Just nëse kum pagu shtrejton ato para do të më kthy mu keci. Po për te avokatit popullit ku? Nëse këta nuk dojnë me... Apëshë shka është aparati shtetnor? Se zërëja i shkondosh me kry këtë punë edhe me marë masa, po zërëja shumë. Apëshë shka është kur është shteti i kapt edhe që funksionon me anë të agendave partijake. Dhe në dëm të qytetarëve? Po, unë jam shumë pro institucioneve, si dhe krejt partia LDK-s, po. Se ndëgjam, me bo me thonë zërëja zbën i bjen që institucioni si i kryum edhe prej ndërkombëtar mendim prej tëna këshillave që i kena pas tëna fondeve për ndërkombëtarve nuk kanë pas vlerë. Zërëja si institucion është në rregull, po që njerëz të sojën partijak e që po ecin, po punojnë jo në mënyrë të pamvarur është çështje tjetër. Pra me kost. Çfarë dosh me bo zërëja që tash në rastin e njësorëve, çfarë dosh me bo zërëja? Zërëja është dashur me pas hetim në këtë punë. Ose me pas një komision interdisciplinar, ose një task force edhe me lidh me metrologjin në tregti dhe industri. Kjo është çka është dasht, po sa më shpejt me mbulu këtë punë, për ta është aq më mirë dhe aq më lehtë. Shumë njerëz po më shkruajnë, domethënë, po më dha gjevap pyetjet që po më bojnë për në këtë bisedën që kem na bile po më ndona ndërkohë derisa po flet ti me lexu pyetjet, po besoj që gjatë kohës kam lexu se pyetje interesante sigurisht për mas tash shkret po prejkë, secili qytetar preket, edhe nëse nuk preket ka shqetësimin. Unë për shkak kur nuk e di, a mo ka llogarit rrymat që duhet apo jo. E tash, e para është që kena me thirrë si tash zërrejnë raportim, se duhet me pa dhe përgjigjen e tëne. Gjithashtu, unë dyshoj shumë që nuk kanë marrë heq. E dyta mundësi që e kena janë zërrejnë raportim në kuvendin e Kosovës. Edhe ajo është e dyta, duhet me pa çka janë të bëjë këta. Në rast se tjetrën mujna me pas edhe pyetjen gjithashtu përveç diskutimit parlamentar, si mbrojtjet kauzës dhe tetimit nga kolegu Visar Azemi, gjithashtu mujna me kërku edhe verifikimin e njësorëve nga metrologjia. Me qëta njësorë, Visari po dhe më vajzë. Inkurajoj gjithë që me qëfar do ulëmtimit që kanë. Gjithashtu ulëmtimi tjetër i radhës është mirë me u bo dhe me tension. Që tensioni kur ullet edhe prishën pajisjet, po edhe nuk jena pajtuna për që tension me na ullë tensionin në rritë konsume. Se nëse tensioni ullet edhe nuk i kena qata kilovat që janë të naudesht, tani si që puna që shumë kanë thonë shumë edhe për bëjt lërë, për shumë pajisjet tjera që 3 orë nuk o kanë zejat. Ploqa nuk po bënë për ma bo bukën. Se është tensioni ullet. Kjo është e dyta, për shambull shak shadesht shumë me pas një, si me thonë, një organizim. Ta shtjetë mund me më thonë pësë po mirë është te, po të nditë një më kuvend të i njëkë që të thane. Dhe nuk është qëllimi me konë një njeri, me thonë një njeri. Unë e di që ju pengan tjerve, e di që më ka ndërgu, edhe në pikpamje teknike e kom spjegu shka është puna tensioni. Mirë po, tash na duhet edhe një vedisim barkomtar që me rritë sa ma shumë këtë punë. Sa ma shumë presion, jo pse e du presionin e kesh në kuptimin të dhëndshëm, po kjo ndikon në ekonomi. Edhe mos me t'i thonë informatat kësisoj, unë jam nënkryetare e Komisionit për Ekonomi, e mbikëqyri zërejnë, e thirin raportim kekon. Nëse nuk jetu më deshme me i dhonë mu, atër ku është shpresa për një përshemull për një aktivist. Ta nuk mi kanë dhonë asë më herët dokumentat.
për që ata dhe jena ku jena. Tash që kjo ro edhe erdhëm si në kryetare e komisionit, se kjo konë edhe proces selektiv, me gjithat. Ku po dojmë me shku? Ku? A nuk e menojmë për shembull që mas 10 vjetë e vetë dikush ku ke punu, o thotë unë kam punu për vetë vendosjen e energji edhe nuk i bim pishman çka janë tuna po? Unë çuditna për shembull se kam kod etike mos më me emra personal. Po për bordin e zërëjës. Jo, kur ata emra udhëheqin institucione shtetërore, ju tham administrator kolonial. Ky vend udhëheqet si mos me kon këtat nacionalitetit kosovar. Si mos më kon na, si mos mi marr vaksinat e fëminisë që të, si mos më kon me identitet shqiptar. Çka është u bo, tash sa po ndikohet ekonomia dhe njerëzit sa e menojnë me dalë jashtë dhe përfundimisht edhe dalin, 40-50.000 vetë dalin në vit, për bashkim familjar, për punë, edhe këta na shesin rena, jo, kena pas ka shponsum. Edhe numrin e punësumve, kur e ka thonë në mbledhjen e parë të kuvendit, kryeministri nuk ka qenë i vërtet me ata të kës. Ashtu në zdi bre këto rana pse mi ndrejt që shtu ku na pëshojmë gjandjen. Megjithatë, unë kam shpresu ma shumë se një për ty në kam e dalë edhe me ndru. Përveç për qarjeve të partisë që i ka. Një me nejtë partijë me thonë, jo bre që kjo nuk është në rregull me zërrejnë. Ose nuk është në rregull me kasë. A ka dalë dikush, quftë edhe në biseda kështu private me thonë që janin kita drejt, po... ka. Ka dhe informator mrena emnave që i përmana... Mos jo kalëzë emnat se tani... Jo, i mbroj shumë. Mirë se, ati me kalëzë emnat tani me herë në raport atje... I përjashtojnë. Po mas po këti. Diçka që është e drejt pse munal. Pse munal. Po veç du jo tash me ushit moral, për venin e vetë, veç se janë të punësum për minimu këti veni. Edhe herë dëkur historia ka me kalzu. So na kanë dëmtu në energji elektrike edhe në ekonomi që tash e njëta është të ndodhe me naftë. Jemi në fund të kësaj bisede, po fillimisht po të pyes, a keni marrë rrugën e 13 deputetët e Kuvendit të Kosovës? Përbes ka dalë, po nuk e di edhe që shkon rruga e 12 e 13 e kjo. Mësa e di e një 12 se na si na konë ma harë deputat. Du të mi vetë ata që janë konë gjë deputat. Po, se ti... Po. Se Albin Kurti ka thonë që veç administrat po duket e kanë marrë... Po, këtë konsum. Merë parët, je parët, merë ata të vëshën, merë parët, je parët. Rrugën e 13 pëse që ako të keqë këto. Jo, du të mi marrë, gjësysh, ama nuk e ti. Të kur nisër, ka seancë Kuvendi Kosovës, seanca, është e para mas vendimit të gjykon? Po, është e para, është për ratifikimin e marrëveshjeve, një shumë prej tyre kanë edhe këdi, në paremi kanë mbështet grupi parlamentar LDK-s, po për tjera gjithashtu ka me pasa që është e tjera që ka mu diskutu. Së është një pikë randi ditës që i lejën këto farë, si me thonë, me marrë fjallën për që është e tjera. Edhe që kjo me sa e di komu konë tema e përgjithshme. Ndërkohë një temë që është shumë aktuale, është çështja e presidentit. Janin, a ka një qëndrem tash Lidhja Demokratike e Kosovës për presidentin? Lidhja Demokratike e Kosovës nuk mundet me 15 nënshkrime me propozu presidentin, ose presidentin, dhe tash... Mund është me mbështet dikon? Do e mos me punu, kështë kandidat që është me mbështet. Puna është që do të me konë decidiv, do me vendosën, me vetë vendosja, gjithë që është lideri të në, se a do me pas president, dhe nuk është pytja kanë do me pas, për njerë a do me pas, se na kena shumë njerë zot. Edhe që mujna me i gjetë, jo shtesat partis, po tash kanë do me pas është, në fakt, a do me pas stabilitet, a jo. Lëvizja vetëvendosje me pas një president të ri? Qysh e kanë thonë, qysh kanë vepru dhe tash, i bjen që nuk dënë me pas president ri. Kanë mujtë me pas edhe ma atë presidentin e ri, s'kishë marrë heq dhe në këtë ditë. Pse me upko me propozu Glauko Njuftën, kër e ka di që s'votohet. Dy par llojet njerëzve janë dhe që punojnë për vend vetë, dhe që s'punojnë, ta janë njerëz që s'punojnë për vend vetë, njerëz shumë keq. Dhe mendoj që kitë kuar që e kena Kush janë ta që punoj kanë për këtë vend? Ka shumë njerëz që punojnë për vend vetë dhe nuk pavarësisht profesionit, nuk po thëmë për klasën politike. 1% menojnë që Albin Kurti dhe vetëvendosja punon për këtë vend, prandaj kanë mbështet kaq shumë. Po sigurisht ata e kanë që e kanë vendosur këtë punë. Ma çka di unë, çka mendoj unë, është që ekonomia ka me kallëzu kush është kush, edhe ka me kallëzu sa kush ka punu për vend vetë. Një pyetje të fundit, për ndeshjen pronë? Nuk kom pas kohë, edhe shumë keq, po nuk muj me rajt. Nuk kom pas kohë si jem përgatitur. Jem
për seancën e naftës. Jo, jam përgatitur për seancën e naftës, që është të premten, në ora 11, nuk është në ora 10, është në ora 11 të premten, edhe e kom këshyr rezultatin, po nuk kom pasko. Kësha sa njëne, atë se këshyre reprizën. Ja, asë reprizën, hiç s'kom pasko. Ta është taksirat më bo varë, që virale që se ka këshyr ndeshjen, po që më bo. Nuk e kom këshyr. Edhe ashtu nuk fitum në këtë ndeshje. Po, si e po që po gëzome shumë, valla, edhe unë e menejsha që në ashtas po fitojmë, se u qungë dyqysh. E vërtej, si në mësubra më gëzuma. Jo. Janin, falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Të pyeta për ndeshjen, për shkak se po du më kalu pikrisht tek loja mbrëmën mes Kosovës dhe Turqisë, dhe tash në lidhje direkte e kam kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës, zotin Ademi. Përshëndetje, zoti Ademi. Përshëndetje. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit frontal. Nuk e dia kemi pas rast në herë tjetër me kanë në këtë emision ose në televizion, po si dhe që tjetë falenderoj shumë që je i gatshëm për më qenë për mua dhe për shikuesit e televizionit. Më ndërsosh, faleminderit për ftesën e juaj. Sigurisht, ndoshta kisha dashur që këtë bisedë ta aranxhonim, ndërkohë që Janina po na del para kamere. Do të bisedonim për fituren e Kosovës, po ja që nuk ndodhe. Po sigurisht futbolli prandaj është sport interesant dhe i paparashikueshëm për faktin se jo gjithherë fiton më i miri ose jo gjithherë fitoria vjen ashtu siç e planifikon. Don ka gjëra që po të bën projekte, por në fushë të gjelbër të ndryshon situata për një gabim ose për një diçka tjetër, domethënë për një rast mirë të kundërshtarit ose për një gabim tonë dhe ja rezultatet dhe kështu, po gjithsesi jam shumë krenar me këtë ekip me tonë drejten, sepse ardha deri këtu nuk ka qenë e lehtë. Ka shumë ekipe të cilat janë të dëshmuara që sa vjet në UEFA në FIFA, ne kemi vetëm 10 vjet pranim dhe kemi ardhur deri në këtë pozicion në finalet të play-offit që do të thotë shumë. Prandaj edhe kemi pasur një kundërshtar që normalisht është një kundërshtar jashtëzakonisht i fortë, i organizuar dhe si që thojnë i kushtueshëm. Iran në kushtimin e tij ka lojtar individual të shumë të fortë në për klubet pothuajse më të mira, por gjithsesi në fushë të gjelbërt kemi qenë të ekuilibruar, po një gol e bëni të vetën. Tani ka pasur shansa tona, po mendoj që edhe fati nuk ishte me neve. Sigurisht që ne kemi marrë të gjitha masat dhe jemi përgatitur për këtë punë. Dhe me thonë drejten e kemi mendu edhe ne siç e kanë mendu edhe ta se secila ekip që është në këtë stad e menon një fitore, edhe ne kemi mendu dhe jemi përgatitur për atë punë, por ja që nuk ndodhi, deri këtu ishte ëndra jonë për këtë kompeticion. Uroj që na sigurisht do të vazhdojmë dhe uroj që në kompeticione të tjera sigurisht do të kemi suksese më shumë. Dhe besoj që Evropiani është synimi i radhës që keni për shkak se nuk keni qenë shumë megjithatë, nuk keni qenë shumë entuziazm për botror. Në fakt në futboll nuk i dihet kur, po ja që erdhëm. Nuk kemi qenë entuziazm, po nëse sheh domethënë kanë herë është edhe i padrejtë se nëse flasim kështu, ne i kemi fituar të gjitha ndeshjet e garës në këtë kompeticion. Përveç një humbje që kemi pas me Zvicrën në xhirun e parë, të tjerat i kemi pas dhe në fitore dhe jemi qenë në vendin e dytë me 11 pikë. Ndërsa është për shembull Suedia, e cila ka pas vetëm 1 pikë, i kemi pas 2 fitore ndaj Suedisë këtu dhe në atje. Suedia domethënë ju mundsu dhe shkoj në kupën botërore, ndërsa na nuk shkuam. Për arsyen që nuk e fituam në ndeshjet fundit. Ka një herë edhe këto formatet të cilat janë dikush favorizohet në kuptimin e formatit, se jo që favorizohet kështu nga UEFA ose nga FIFA në mënyrë tjetër, por në formë formatit dhe ja, erdhi në veti në këto 2 ndeshjet e fundit Suedia dhe shkoi. Pra synimi normalisht që është gjithmonë të Evropiani për faktin që ne na duket se Evropiani është më i lehtë, sepse kemi të bëjmë me 55 federata të cilat i kemi këtu. Ndërsa Kupa Botërore është diçka që është globale, domethënë për krejt botën dhe ka lloj-lloj në botë, ka lloj-lloj kombëtarësh që ne i dimë që janë të favorshme, që janë favorite, që janë të suksesshme
si që në Brazili, si që në edhe të tjera, dhe më thonë. Kështu që Evropianin e kemi tashme 2028 dhe besoj që në Evropian do t'jemi edhe më të fortë, kemi kriju edhe një përboj dhe kemi pa që jo gjithëherë fiton më e mirë dhe du të me pas kujdes në çdo minutë, në çdo ndeshje. Kështu që uroj që ta kemi Evropianin tash shumë më të lehtë dhe të jemi atje. Uroj edhe unë, ndërkohë nuk e the edhe më herët se i krenar për djelmushat, besoj që nuk është shqiptar, që nuk është krenar me këta djelmusha. Mirë po më interesën si e përballun ata këtë humbje në brëm? Me thonë drejtën jo mirë, jo letë, sepse këdhomin ma shumë këto ndeshjet që janë vendimtare, për faktin që në këtë rast bëmi real, si që ne kemi po nuk ka qenë shumë diferencë në mes të dy ekipe, ka qenë 50-50 për ka ndeshja dhe ka ndodhë një goli vetëm. Kjo të dhanë ma shumë kur je afër, je shumë afër. Dhe i ke pas disa shansa për shembull nëse e ktheni e shihni domethënë sigurisht në herë filmin prap të ndeshjes, e shihni se ka pas vetëm Aslani ka pas 2 shansa jashtëzakonisht të mëdha dhe të forta, të cilat i mbrojti portieri, dhe pas kthimit të atij topi të transversales, tentimi Muriçit është i penguar, por domethënë unë thjesht e vlerësoj referin arbitrat të cilët kanë qenë të Anglisë, sepse shumë e përfolin, shumë njerëz e kanë përfolur që është penallti te Muriçi. Ndoshta edhe është se nuk u bën ekspert i referimit, por duke i njohur anglez, ata lejojnë pak më shumë ndeshje, lojën pak më të fortë, dhe kur është ashtu, domethënë sigurisht që ai ka leju lojën ashtu dhe vari ka qenë domethënë aktiv, në var ata komunikojnë domethënë vazhdimisht dhe nëse ka një diçka, vari sinjalizon, nëse s'ka kur zothet në rregull vazhdo, domethënë shtojnë komunikimet e varit dhe vari ka qenë aktiv për shkak se lexova dikon që nuk ka funksionuar. Ja, nuk është e vërtet, këto nuk ndodh. Nëse nuk funksionon vari, ai publikisht, ju e keni pa shpeshherë publikisht flitet në publik dhe thotë nuk funksionon vari dhe i thirr 2 kapiten dhe e ndajnë mendimin bashkarisht, a doni me vazhdu pa var apo s'doni me vazhdu pa var, dhe nëse marrin mendimin të 2 kapitenët që dojnë me vazhdu me var, pa var, atëherë vazhdon ndeshja. Nëse jo, mundet edhe më ndërprej ndeshja. Kush prej futbollistëve e përjetoi më së rani? Tregona për ato pjesë që ne nuk i kemi po. Më së rani e kanë përjetuar Valën Berisha dhe Muriçi, të gjithë ranë, normalisht e kam përjetuar edhe na. E kam përjetuar dhe na tjerë, siç po thotë, domethënë çdo njeri i joni, çdo shqiptar e ka përjetuar ranë, sepse ju është dhimbë për faktin që vërtet është bën një ekip e mirë dhe gjithë këtë kompeticion ka luajtur shumë mirë. Dhe po ashtu edhe këtë ndeshje kanë luajtur mirë, dhe nëse është kështu, domethënë Valonin e kuptoj edhe Muriçin, sepse Valoni është në një moshë tash, domethënë realisht vjen ka përfundimi i karrierës së tij dhe nuk i dihet a mund të ketë më ndonjë kampionat që mund të merr pjesë, domethënë të kupës botërore, kam fjalën se për me shku në botëror, dhe s'kemi qenë asnjëherë kaq afër, po thonë të gjithë e kanë përjetuar pa dallim, por ai edhe kapiteni Muriçi gjithmonë edhe ai e ka përjetuar, sepse normalisht ka dashur si kapiten të jetë në histori që i ka udhëhequr ekipin për në kupën e parë botërore. Cilat ishin fjalët ngushëlluese që ju i pat për këta lojtarë? Fjalët ngushëlluese ka qenë gjithmonë me kokë lart, sepse kemi dhënë 100%, jeni angazhu, e keni bënë një kompeticion jashtëzakonisht mirë, na vazhdojmë dhe e dim kundërshtarin cilin e kemi pas, e dim që ka qenë i fort, por vjen domethënë pavarësisht që na kemi humbë, thash që kemi luajtur shumë mirë dhe na do të vazhdojmë. Ju jeni krenaria e këtij populli për futbollin dhe sigurisht jeni gladiatorët që i quajnë në Dardan. Na do të vazhdojmë dhe shpresoj dhe uroj shumë shpejt që të jemi në një kompeticion evropianin për shembull tash që mund të hyjmë atje dhe edhe besoj edhe e pres që sigurisht që shumë shpejt kjo ekip, kjo kombëtare do të ketë rezultatet maksimale
në kompeticionin që sot kjo kombëtare u nderua nga presidenti i Republikës së Kosovës. Çka do thotë kjo për ju si kryetari i federatës, mirë po edhe për kombëtaren? Në fakt, ne jemi ekipe popullit dhe luajmë për popullin e Kosovës, për tifoz dhe për shtetin edhe normalisht për vete. Si federat, jemi një, domethënë, krenar, sepse nëse nuk e kemi fitu, ose nuk e kemi fitu finalen e kupës, finalen e kvalifikimit në kupën botnore, kemi fitu një medale të shtetit dhe të popullit, në emën të shtetit dhe në emën të popullit që kjo e vlen. Na, realisht si federat, jemi OEC, organizatë qeveritare, kemi një numër jashtëzakonisht madh të anëtarëve, por gjithsesi ne respektojmë organet tona shtetërore, cili do që i merr votën e popullit, te na është me respektin më të lartë dhe na kemi një protokoll që e bëjmë përbashkët edhe për ndeshje bashkërisht me shtetin, që quhet protokolli i UEFA-s, FFK-s dhe i shtetit. Kështu që ne në këtë protokoll shtetit që na jemi nderuar si federat, si kombëtar në fakt, është jashtëzakonisht një nderim për të gjithë të djemt të cilët kanë dhënë maksimumin e tyre dhe po i bojnë tifozët tonë të lumtur. Pra kjo ka qenë edhe planifikuar, po edhe më herët, edhe para ndeshjes domethënë kanë qenë këto të planifikuar, por e kemi lënë mas ndeshjes, pavarësisht të epilogut që ndodh, mas ndeshjes të marrim këtë medalë, për shkak se para ndeshjes kemi qenë në grumbullim, në kamp dhe kur jemi në kamp, trajneri Foda nuk dënë me aprish protokollin e tij, vetëm nëse është i detyruar për arsye më madhore, domethënë që s'e realizon, sepse është thar i realizimit të projekteve, sepse projektin e parë kur jemi marrë vesh me to, kur e kemi pas projektin tonë, ai ka pa projektin tonë, e ka përçafu projektin tonë, faktikisht e ka vlerësuar dhe i ka pëlqyer dhe kemi shtu ato të cilat bashkarisht me tojnë e ujitën ati, do të thonë ose janë të parapamë, ose janë të dobishme për futbolin tonë në kuadër të standardit që e kemi ne, dhe jemi të realizuar projekt jashtëzakonisht mirë, kështu që ajo është i përpik këtë punë. Kjo ka ndodhë mas ndeshjes pikërisht për shkak se na kemi qenë në grumbullim dhe nuk kemi mbajtur medalë, kemi ndarë datën e sot prandaj. Po, zotë Ademi, për fond një pyetje që ma ka shkruar një kolegu jemi i sportit, Moral Pozhegu, po ta lexoj kështu tekstualisht ç'është ma ka shkruar. Gjatë viteve të fundit keni pasur disa yje të kombëtarja dhe për këtë dua t'ju përgëzoj. Kosova ka bërë një skuadër fantastike dhe me të ardhme të ndritshme. A jeni në bisedime me ndonjë lojtar tjetër të njohur? A premtoni ndonjë prurje të re gjatë këtij viti? Edhe në Klapa ma ka shkruar thotë, nëse mundesh me ja nxjerr ndaj emër se ju intereson shumë tifozëve. Po, sigurisht që është fat i mirë që na kemi talent shumë. Ka emra shumë të cilët janë, më me thonë, moralit nuk do të ketë emën, po ka shumë emra, janë në listën tonë 168 futbollistë, të cilët jemi duke i përcjell gjatë kohë, po se cilët që vjen në stadin e përmbushjes të kriterëve për me qenë anëtar i kombëtarës, ato e ftojmë, dhe me thonë, pikrisht qatë kohë. Dhe po, ka shumë të ri, se sigurisht ju një të e po që po e ndrojmë gjeneratën, dhe gjenerata jonë po ndrohet pa u hetuar, dhe me thonë se bëhet një mix dhe një komponim jashtëzakonisht i mirë i futbollistëve të cilët kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në këtë kombëtare, të cilët e kanë bënë moshë dhe sigurisht ata kur të lënë futbollin, zavencët e tyre do të jenë këta djemë të cilët po i shohim që po dalin, po prezentohen dhe po bëhen yje në për klubet më të rëndësishme, më të mëdha edhe në Kosovë, po edhe jashtë Kosovë. Fati mirë që kemi edhe në tenishin shumë ekip të mirë, ka edhe nga në tenishin aty, domethënë futbollistët që do të kalojnë në ekipën A, se misioni në tenishit është ai, me marr pjesë në gara, po edhe me përgatitur futbollistë për anë, kështu që me thonë drejtën tash për tash nuk e kam në jamën, se po du me i lonë disa që i kemë, që do të vinë shumë shpejt, janë para kontratave tash në verë me klubet e tyne, dhe ne do t'i lonë që ata t'i realizojnë në klubet e tyne të gjitha punë që i kanë, dhe pastaj do t'jenë antarë dhe pjesë e kombëtarës tonë.
Tashmo e thash numrin, sepse janë të interesuar jashtëzakonisht shumë futbollistë, të cilët kudo të luajnë nëpër Evropë dhe nëpër botë edhe në Kosovë, të cilët dojnë të jenë pjesë e kombëtarës për faktin që jemi rritur, është vërtet jemi rritur goxha shumë dhe na mungon vetëm një rezultat final sikur ai mbrëmshit që nuk e realizuam, por gjithsesi në të ardhmen janë ditë të mira për kombëtarin tonë, për futbollin tonë dhe për federatën tonë. Sigurisht që nëse na arrim okay, po nëse na sa arrim ka me pas shumë shpejt arritje të rezultateve edhe europiane botnore të Federatës së Futbollit dhe të futbollit të Kosovës. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit frontal dhe realizuam këtë intervistë me ju. Faleminderit edhe ju e punë të mbarë. Ishim në lidhje direkte me kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës. Më këtë intervistë po japim fond për sot emisionit frontal, duke falendëruar gjithmonë që qëndroni me televizionin të shtatë.